Dasma e Mateos dhe Brikenas në shtëpinë e Big Brother VIP nuk solli vetëm momente festive, por u kthye shpejt në një terren për aludime dhe pikpyetje të reja nga ana e publikut. Prania e dy opinionistëve, Arber Hajdari dhe Monika Kryemalli, i dha një tjetër dimension mbrëmjes, por një detaj specifik ka tërhequr vëmendjen maksimale të ndjekësve. Përmes pamjeve dhe postimeve që po qarkullojnë masivisht, publiku ka kapur një moment mjaft të dyshimt mes Mirit dhe Arber Hajdarit. Siç dihet, dyshja ka pasur përplasje të forta dhe debate të ashpra që në nisje të këtij sezoni, duke i qëndruar gjithmonë llogoreve të kundërta. Megjithatë, situata duket se mori një tjetër rrjedhë gjatë dasmës, pikërisht atëherë kur mendonin se nuk ishin në fokusin e plot. Në postimin e shpërndar gjerësisht nga fansat e programit, hidhen akuzat të forta për mungesë transparence nga ana e produksionit. Sipas këtij pretendimi dhe pamjeve që po analizohen kornizë pas kornize, Miri dhe Arbri kanë qëndruar në një cep të shtëpisë, të cilin kamerat nuk po e mbulonin plotësisht, një situatë e cilësuar nga fansat si transparent zero. Në një moment të caktuar, Arbri e ka marrë Mirin dhe janë larguar së bashku në një tjetër ambient, pa u kuptuar se ku shkuan dhe çfarë u diskutua mes tyre. E vërteta pritet të zbulohet në vazhdim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.